Përmeq dhe në vazhdim do të flasim për një temë goxha të ndjeshme. Do të flasim konkretisht për një vendim që gjykata e apelit dha ndaj njërit nga të akuzuarit, por konkretisht ndaj Miloš Plešković, pra nga 15 në 10 vjet. Ky vendim i dhënë pra nga gjykata e apelit u pa goxha i padrejtë nga familja e viktimave, i cili akuzohet pra për krime lufte. Dhe sigurisht të njëjtit pra kanë kërkuar edhe ndihmë juridike që të ketë drejtësi sipas tyre në këtë rast. Por për çka po flasim konkretisht, do të flasim edhe më gjerësisht me avokatin e familjes Gent Gjinit, që ne kam tashmë në një të drejtë për drejtë. Genti, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit të primë. Genti, nëse nisim pra konkretisht për vendimin e fundit pra për nga gjykata e apelit, si komentohet, si shihet juridikisht një vendim i tillë? Po, pranuar vendimin e gjykatës së apelit, e cila ka trajtuar ankesën e mbrojtjes të akuzuarit Miloš Plešković, pra avokatja e komunitetit serb, në këtë rast është një avokat enkas e angazhuar për rastet që mbron ushtarat të kriminalë që janë përfshirë në krime lufte, në vrasje që janë bërë popullatët civile në Kosovë. Andaj ne kemi pritur që edhe apeli do të shqyrtojë ankesat tona dhe kemi kërkuar, sidomos ne si viktim që jemi, pasi unë jam avokat i familjes, që Miloš Plešković i njohur me nofkën Miki të merr dënim të preqëm. Por dje kemi kuptuar dhe në parë fizikisht të vendimi se tani këtij kriminali i është hequr dënimi dhe në 5 vjet dhe tani i bën që ky të vuan dënim deri në 10 vjet burgim. Gjë që është një vendim i padrejtë, pasi që apeli po ta lexon dhe po ta sheh analizën se si dhe në çfarë mënyre ja ka zbutur dënimin këtij kriminali, kjo është për të çuditur, është edhe nonsens, pasi që gjithmonë i referohet se ky ka qenë fare në moshtre dhe gjykata e shkallës parë nuk i ka matur mirë rrethonet lehtësuese. E në anën tjetër rrethonet lehtësuese nuk ka s'ka të mirën për këtë akuzuar. Gjatë marrjes së dënimit, pasi që është vërtetuar fakti më notor se ky ka qenë involvuar në vrasjet mizore të mbytjes të djemve të zonës Mirie dhe një vrasje që në akta ku shkruhet se këto vrasje janë bërë nga një grup i udhëhequr nga ky kriminal dhe basi mos ta prishoj emisionin dhe vetë shkruar në aktakus, aty janë prerë gjymtyr, janë hequr kokat dhe paramendoni tani gjykata e apelit amniston, rehabiliton këta kriminal dhe vetëm se ka kaluar një kohë gjatë dhe ky ka mund të ketë 19 vjet dhe nuk është akter që ka udhëhequr grupin. Pra familja është viktimizuar, ndërgjegjja e saj është vrarë edhe një herë, por sigurisht ne do t'i ndjekim hapat ligjore dhe do t'i ndërgjegjsojmë mekanizmat ligjor që ky dënim të kthehet në rigjykim ose të merr një kajë tjetër. Po, dhe në këtë rast pra përmendë Genti pak a shumë që është një vendim pra që vetëm i drejtë sipas familjes të konsiderohet, por është respektuar parimi i proporcionalitetit në këtë rast. Apeli i ka do standarde dhe parime gjithmonë kur zbut apo themi ka interferime ndikon apo disi edhe për ta përshtatur politikës ditore. Po pikërisht duke marrë pra parasysh Genti natyrën e krimit. Po, për natyra e krimit është shumë e rëndë, pasi që është era e parë në Kosovë që është gjykuar, është kapur një kriminal që i ka përlyer duart. Sepse gjithmonë ka pasur kriminalë serb të cilët janë zënë, që kanë qenë drejtor të burgjeve, zyrtar të burgjeve, që i kanë maltretuar, torturuar shqiptar. E ky është kriminal që ka shërbyer beretave të kuqe, pra janë fotografitë, kanë qenë skenat se si është konfrontuar me neve dhe nuk ka treguar mëshirë, por tani apeli pse të thirrët e drejta e proporcionalitetit ndaj këtij personi dhe matja e dënimit nga gjykata e shkallës parë ka qenë disproporcionale me rrethonet lehtësuese të çka duhet të ketë ky kriminal. Pra si mund të ketë kriminali rrethona lehtësuese, pse ka qenë moshtre apo pse nuk është vërtetuar elementi i aktit final pra të mbytjes. Pra akti final i mbytjes të këtyre viktimave civil është vërtetuar nga dëshmitarët okular të cilët kanë qenë në mal. Ata e kanë vërtetuar, e kanë përshkruar dhe aq më tepër këtë krim e ka zbuluar edhe familjari i këtij serbi, pasi që është dëshmitar i mbrojtër dhe mund ta themi, ai ka identifikuar dhe i ka thënë familjes se nëse doni ta kapni këtë kriminal, ai bredhet në Kosovë dhe i ka dhënë informacione dhe është kapur. Po, dhe sa i përket pra kësaj, a konsideroni se vendimi pra Genti bie ndesh me praktikat që janë pra për dënimet për krimet luftës?
Për tani, kjo është edhe një sfidë tjetër ku komuniteti i intelektualëve, juristëve, dhe pse jo, dhe politika disi e kanë lërë në mëshirë të fatin, ndoshta edhe me qëllim, pra këta kriminalë sërbë të cilët kapën për krimet e luftës të cilët i kanë bërë në Kosovë, ata gjykohen me ligjin e Federatës Jugoslave, e cila ka parapar në atë kohë krimet e luftës. Pra ne kena pasur misionin e UNMIK-ut, kena pasur misionin e EULEX-it, në shtetë formimin shtetërtimi kena krijuar mekanizmat ligjor dhe asnjë deputet, asnjë ministër nuk e ka hekur atë ligj se kriminalët sërbë duhet të gjykohen me kodin penal aktual të cilin kemi fuqi, ose çdo që të marrë precedenti dhe marrëveshjet ndërkombëtare të trajtohen në përparësi të ligjeve tona, pasi që Tribunali i Hagës për gjykimin e kriminalëve serb në Jugosllavi, aty ka parapar dënime kapitale, dënime deri në 30-40 vjet burg përjetshëm, por tani maksimumi i dënimit që po gjykon këta serb është 20 vjet. Dhe llogaritni tash me 20 vjet dikush bën krime, të vërtetohet krimi, dhe të bën masakrë dhe tani gjykata e apelit edhe në një instancë tjetër e vran ndërgjegjen e njerëzve, ndërgjegjen kolektive të shqiptarëve dhe e ja zbut dënimin vetëm e vetëm se thotë se nuk është vërtetuar fakti se ky ka udhëhequr grupin. Pra paramendoni apeli thotë se nuk është vërtetuar fakti që ka udhëhequr grupin. Po pavarësisht a ke udhëhequr apo nuk ke udhëhequr, ti ke marrë pjesë në krim. Ajo është identifikuar, por po shihet që apeli ka në agjendën e saj kërkesa politike, ndonse ne gjithmonë ushtarët ushtrisë trimtarë të Kosovës, posa që të kalojnë kufirin, ata po kopën, po zgjidhen dhe po mbahen disi më shumë në qendrat e parapërkimit dhe më pas po lirohen që nuk po ditë edhe fati tyre çka po bëhet aty, si po trajtohen në aspektin human, por këtu po shihet që ka agjenda politike dhe familjes ju është vrarë edhe një ndërgjegje. Po, dhe cilat dispozita konkrete të kodit penal janë aplikuar për uljen e këtij dënimi, Genti? Tani, tha bukur ju, e shkruat një dilemë, sepse absurditeti i llojit është se ky kriminal po gjykohet me vepra penale të Jugosllavisë për krime lufte, pasi që shkel konventa e Gjenevës, por në anën tjetër për zbutje dhe për rrethana liçurit të parimit të proprietetit, ta themi kushtimisht këto zbutje që i bën këtij kriminali, aty po aplikohet procedura penale e kodit penal të fuqit të cilin e kemi ne. Pra pse të aplikon këto? Atëherë nëse duhet të trajtohet konventa e Gjenevës, është dashur automatikisht konventet e Gjenevës i paraprin rregulloret dhe aktet e konventave ndërkombëtare, këtu është statuti i Tribunalit të Hagës dhe vetë konventa e Gjenevës dhe rastet që janë rregulluar për këta kriminal të cilët janë gjykuar në gjykatë tjetër ndërkombëtare. Pra e kanë bërë lafsh dhe me qëllim këta kriminal po rehabilitohen, po amnistohen dhe kjo familje atëherë pi humbur shpresat në drejtësi dhe tani nuk kemi ku të tërkosim të sfidojmë vendimin e gjykatës apelit në gjykatë supreme, por paralelisht me këtë kemi të drejtë ligjore dhe pse morale ta njoftojmë edhe presidentën dhe vetë presidentja në mbledhjen e saj e ka zyrën e saj juridike që duhet i trajtojë dhe të marrë një mbledhje dhe të jemi edhe na si aktor në atë seancë, që të tregojmë se çka po ndodh me gjykatën tonë dhe pse këto dënime dhe rehabilitime. Pasi që po të ishte ky serb në një pozitë dhe në një status tjetër, pra të ishte drejtor burga, po në një formë në mënyrë tjetër ka torturuar shqiptar, mbase disi do të ishte një dënim i pranueshëm, ta themi kushtimisht tojza. Por një kriminal i veshur me bereta të kuqe të bën vrasje, të bën masakër, të heqë dënimin edhe për 5 vjet, tani ka mbetur edhe 10 vjet, kjo është vrasje e ndërgjegjës dhe kjo është padrejtësi që po ndodh me sistemin tonë juridik. Po, dhe Genti ju keni kërkuar realisht si përfaqësues ligjor pra i familjes burgim të përjetshëm. Mbi çfarë baza ligjore u mbështet kjo kërkesë? Domethënë Kushtetuta e Republikës së Kosovës gjithmonë pse aspirojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, në brendin e saj juridike, domethënë jep përparësi konventave ndërkombëtare, ligjeve ndërkombëtare. Duke pasur parasysh se ligjet ndërkombëtare ashtu shkruan në kod penal dhe në kushtetutë kanë përparësi ndaj ligjeve tona, atëherë kemi shkuar me ide se kjo çështje është dashur të trajtohet në çështjen se si janë zgjidhur këto raste të krimit luftës në Tribunalin të Hagës dhe aty kena parë dënimet të burgimeve të përjetshme. Dhe këto krime në domenin e shkeljeve të konventave të Gjenevës. Pra konventa e Gjenevës është marrëveshje akt ndërkombëtar. E asaj gjithmonë më pastaj derivojnë çështjet e ndërtimit të mekanizmeve disciplinare, si atëherë që ishte gjykata e Tribunalit të Hagës dhe na kena pasur adutin precedentet që në këtë rast pasi edhe Kushtetuta na lejon dhe kemi hapësirë ligjore dhe
na e qenë rrugën që të bëjmë një krahasim, të aplikojmë këtë standard, atëherë ne sigurisht nuk do të ndalim dhe nuk do të ndalim që të shtejmë mjetet juridike që kjo çështje të trajtohet në disi mënyrë dinjitoze dhe këtij kriminali të paktën të rritet dënimi deri në 20 vjet, maksimumi e cila është tani në kohë, që kjo është më e keqja që e keni fuqi, por ti hekët edhe 5 vjet dhe tani edhe 10 vjet që i kanë mbetur, kjo është vrasje ndërgjithëse dhe sigurisht familja do ta apeloj dhe unë do të gjej mekanizma të gjotë që kjo çështje sa më parë të trajtohet në mënyrë më serioze dhe ky kriminal të merr dënimin më meritor se ajo që ka ndodhur gjykata apelit, të cilën tani më veç e ka amnistuar. Po, dhe pikërisht ta krijon ky vendim gjenti precedent për dënimet e tjera, për raste të tjera të krimeve të luftës, të cilat pra nuk janë të pakta këtu në Kosovë. Kjo krijon një precedent të rrezikshëm, pasi që tani falen thjesht avokatë të cilët e përfaqësojnë këta kriminalë serb, ata mund të thirren në këtë vendim të gjykatës, pasi që paramendoni tani një kriminal i përligjur në gjak, ka bërë një vrasje, ka bërë masakër dhe të i ulet dënimi, gjithmonë në ato teknikalitetet që të cilët i ka dhënë apeli, që edhe avokata përdorin për shembull si rasti i proporcionalitetit, ka kaluar një kohë gjatë, s'është matur mirë matja e dënimit, atëherë falen thjesht edhe kriminalët serb, të cilët mund të jenë të involvuar edhe më shumë në vrasje mizore dhe në masakre, mund ta përdorin këtë standard ligjor këtij gjykimi që edhe ai avokati dhe ai kriminal të llogaritën gjërat se kemi një vendim që nuk na jep të drejtën që ne të marrim një dënim më të butë si rasti i Miloš Pesković. Pra paramendoni tani kjo ka krijuar edhe një precedent të rrezikshëm, ju mirë është parashtruar, pra është një normë, pra për atë arsye duhen intelektualët e komunitetit juristëve dhe gjithë politikanët të cilët mbajnë petkun e përfaqësimit publik të qytetarëve që bile paktën këtë precedent ta largojnë. Domethënë i bën fjalë që këtë vendim të gjykatës sepse kjo është precedent shumë i rrezikshëm, pasi që me një farë mënyrë i vën në pozitë më të favorshme kriminalët serb, agresorin serb, ndërsa shqiptarët si viktima, këtë rast si popullat civile shqiptare të pafashëm të cilët janë vrarë, ata i qenë në një pozitë të nëpërkëmbur dhe kjo e tregon që këtu nuk ka drejtësi. Po, Gjenti, çka prit të tutje, apo si do të vazhdoj ky rast në përfaqësimin tënd? Tani ky rast në disi më ka ra bara, por edhe unë kam disi stacione ti thej barierat, kushtimisht me ato mundësitë të cilat kam që unë nuk dyshe që do të ndapen, por tani e kemi çështjen e shterjes së mjeteve, pra jemi në instancë të përdorimit të ankesës në Gjykatën Supreme, e besa që Gjykata Supreme tani mund ta kthejë çështjen në rigjykim dhe presim nga Gjykata Supreme që ta kthejë çështjen në rigjykim, pasi që apeli disi ka bërë shkelje ligjore dhe ka amnistuar këtë kriminal, duke përdorur fraza dhe parime paushale se kise parimi i proporcionalitetit, nuk është matur mirë pesha dhe matja e dënimit, dhe duke më parë parasysh se ka qenë i moshës së re. Pra mendoni shkon deri në atë ide se këtë kriminal e rehabiliton me fraza të abstrakte, paushale, të pamenduara, duke thënë se ky kriminal edhe pse kushkrimësisht ka qenë i përfshirë në vrasje të këtyre viktimave civil shqiptar, por ky ka pasur moshë të re. Pra çka lidhet me moshë të re, sepse aty prapë ky kanë pasur moshën 90 vjeçare, janë fotografitë dhe janë persona dëshmitar të cilët kanë identifikuar mënyrën se si ka ekzekutuar dy civil shqiptar të këtë rast, dy fëmijë binjak të zonës Miria, e cila e kena parë nëpërmjet ekraneve si në seanca gjithmonë ka vajtuar, ju ka kujtuar ajo koha se si i ka arritur fëmijët dhe ju ka kujtuar momentin se si nuk kanë ardhur fëmijët në shtëpinë e tyre, pasi që kanë shkuar për të marrë dru, por tani ky kriminal është disi i amnistuar nga drejtësia e kosovare dhe paramendoni tani avokatja ka dhënë një argument tjetër ta njeh çështën edhe në Gjykatën Supreme dhe të shkohet edhe më të tjetë që në Gjykatën Supreme të jekë edhe një dënim, atëherë këtu nuk ke më drejtësi, nuk ka më gjykatë, edhe nuk ke çka të bëj. Po. Gjini, unë falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe për këto informacione që na i dhe lidhur me rastin në fjalë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim të dashur miq,